Pensionet do t'i rrisim si që kemi parashikuar. Pensioni nuk do ketë në Shqipëri pension ndën 200 euro. I pjesëshëm i plot çfarë do qoftë ai. Në fshat, në qytet, ku do që tjetë. Dhe sot, nën 200 euro janë 2/3 e pensionistëve shqiptarë. 57% e pensioneve, po ati nuk ja ndjen, nuk ja kërcet, se ai ka vetëm hallin e sarajeve të tij dhe të pasurive të tij. 57% e pensioneve marrin pension të pjesëshëm dhe jo të plot. Pra marrin më pak se 165 euro, se i pjesëshëm. Kështu që ky njeri është i shkputur nga realiteti, është futur në një realitet zoologjik dhe idilik. Me lul bravën. Zoologjik, me hardhuca, me zhapi, me reptil. Me reptil. Ndaj dhe kjo është, edhe njëri them, i bëj thirrje medjave, monologet e tij t'i hedhin në kosh, nëse ai nuk pranon konferencat me gazetarë. Imagjinoni, të dashur qytetar, çfarë bën ai? Do t'ja u them këtë. Ai urdhëron mediat e tij që mos thonë asnjë fjalë për programet, konferencat e mia për programet. Vetëm e vetëm që ta dominoj hapësirën mediatike me marrëzitë e tij, banalitetet e pa skrupullta me reptil. Dhe më në fund me lul bravën. Pra, në momentet më serioze për një kombë që janë fushatat elektorale që duhet të mësojnë se çfarë do bëjnë forcat politike për 4 vite, ai servir hardhuc dhe bërtkoca dhe thash dhe njërë mos ja themi më emrin, talje me te. Mashtrime, gënjeshtra, por 11 maj po vjen, shqiptarët e kanë marrë, do i presin biletin. Mirupafshim.